Duke parë Albana përbërjen e delegacionit të shqiptar me ministren e infrastrukturës dhe energjisë Zonjën Balluku, ministren e jashtme, ministren e brendshme, drejtorin e përgjithshëm të policisë, është vetë kuptueshme që fushat për cilat Erdisi foli pak më herët janë fushat e interesit me sa duket që do të përshëndrohet sot mbledhja e dy qeverive. Energjia rinovueshme, infrastruktura, fusha e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, liritë civile, liritë penale, gjithashtu. Si e shikon sot këtë në nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve dhe për zgjedhjen e këtyre dokumentave për të firmosur sot në Rom? Unë e shoh shumë të mirë. Unë e shoh që energjia sidomos është një ndër shtyllat kryesore që ne kemi. Energjia rinovueshme, energjia diellore, energjia ujore. Ne kemi nevojë për asistencë të tyre, ne kemi nevojë për ekspertizën italiane të tyre. Të gjitha këto burimet tona duhen shfrytzuar dhe pa mundësitë e tyre ne nuk mund të vazhdojmë dot. E kuptoj. Unë mendoj që nuk janë vetëm këto, janë edhe shkëmbimet e mallrave shumë, janë shkëmbimet e njerëzve të kualifikuar shumë,